I ke shpat nga sapit nga jeta ka lënduar shumë persona, por mos të shumti bashkëshortën e tij Selvia Jaon. Pasi startoi shtëpia më e famshme në Shqipëri, ku shpat kasapit do të ishte një banor, Selvia Jao ka ardhur me një reagim, teksa ka publikuar momentin ku shpat kasapit televizioni i bëri homazh. Në postimin e saj në Instagram, ajo shkroi: "Kur shpati mendonte të hynte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, më pyeti: do mundesh ta përballosh mungesën time dhe të kujdesesh e vetme për Roelin derisa unë të jem në spektakël?" I thash pa u menduar 2 herë: "Patjetër, do të kem 24/7 para syve si me shaka, por nuk e mendoja kurrë që jeta do të më sfidonte kështu, që të gjitha ato plane, strategji, përgatitje, ëndra do të përfundonin në mungesën tënde të përjetshme. Unë prita deri në këto momente, prita që të hysh në big, sikur gjithçka të ishte vetëm një vonesë e gjatë. Zemra po më plas nga mungesa jote, sepse të kërkoj kudo dhe nuk të gjej askund. Roeli rritet pa dorën tënde dhe unë mësoj çdo ditë të jetoj me një dhimbje që nuk mësohet kurrë të shuhet. Më mungon shfat, më mungon më shumë se sa fjalët mund ta mbajnë." Shkroi Selvia në postimin e saj në Instagram, ku edhe një herë tjetër dëshmoi mungesën që i ka lënë pas shpat kasapi.